Komuniteti vllah me artistët e tij popullor kanë shpalosur këngët, vallet e kostumet në organizimin e mbajtur në fshatin Andon Poçi në Gjirokastër mbrëmjen e së premtes. Ishte skena e festivalit Kënga Vllahe që bëri bashkë grupe folklorike nga zona të ndryshme të vendit në edicionin e dytë të këtij eventi. Ne vim nga Kavaja dhe është hera e dytë që vim këtu tek Andon Poçi. Ky grup artistik ka lënë koncerte në të gjithë Shqipërinë. Japim dhe jashtë shtetit, ku jemi vlerësuar me çmime dhe medalje. Sot kemi ardhur me një performancë shumë të bukur, themi që do metën të kënaqen spektatorët. Kemi sjellë si skenike qylymët e Kavajës. Kemi një këngë në parë, kemi këngën e Djepit, që e këndon Leonora Mani, dhe këngë tjera për I kemi të gjitha në gjuhën vllahe. Gjithë këngët I kemi vllahe. Sa kohë keni që funksiononi si? Ne kemi qysh në 2003, që është kriju për herë të parë, me iniciativën time, dhe kostumet që ka grupi artistik, I kam investuar vetëm personalisht. Tradita dhe edukata trashëgohet që nga familja, mendoj unë. Edhe si familje, edhe unë kam fëmijët e mi, kanë qef shumë, por nuk stimulohen se ka ardhur edhe në kjo koha, kështu që kur s'ke interes ashtu s'të të req, edhe kështu vjen këto gjëra, dhe sa vinë përparojnë gjërat, por neve nuk e lëm dot. Këtë se që mundohemi që fëmijëve tanë, edhe nëse nuk këndojnë si ne, të jenë prezent me kostumet tona. Ky festival sot përkon me një nga datat 23 maj, që është dita jonë kombëtare, ku në 1905 Sultan Hamiti II u dha të drejtën kësaj pakice për gjuhën vllahe, edhe për ta folur atë edhe në përkisha. Është një event I mrekullueshëm, ku këtu ja do dëgjojmë zërat folklore të një gjuhë e cila sot ka ardhur me shumë sakrifica deri ditën e sotme. Kemi grupe nga gjithë shtrevat vllahe të gjithë Shqipërisë, që nga Juglindja, Jugu, edhe pse jo edhe më gjerë, të cilët do të shpalosin atë traditën, të cilët e kanë ruajtur dhe kanë sjellur me shumë fanatizëm deri në ditën e sotme. Ne përfaqësohemi me Pandi Shollën, me Minella Ziun, me Agathi Shollën, me Sokrat Damën, me Stavri Mitraj e të tjerë. Është një grup I cili do të shpalosi sot gjatë 6 këngë. Këngët janë lirike, këngët vinë për dashurinë, për nënën, për babain, për adheun, për gjuhën. Ne vim nga fshati Drenovi Korçës. Është një fshat vlleq, 90%, dhe sot neve do të këndojmë këngën në gjuhën tonë, gjuhë frashërote, të cilën e kemi me sheku që e trashëgojmë nga prindri, nga stërgjyshrit, nga paraardhësit tanë, dhe vazhdojmë që mundojmë neve që kemi ngellur të mos e humbim këtë tradit, këtë folklor, kaq të bukur dhe kaq të pasur. Dhe neve na jepet mundësia me të organizim që bëhet sot këtu në Andon Poçi, që disa vite që ka filluar 2-3 vjet më parë, dhe mendimin e RTS Gjirokastër, që faleminderit shumë për ndihmën që na jepni. Dhe neve do vazhdojmë me grupin ton që të mos e lëm këtë program që kemi, dhe do mundohemi që t'ja u transmetojmë edhe brezave të rinj. Ne vim nga qyteti i Pogradecit, jemi një grup vëllëksh të cilës përfaqësojmë qytetin e Pogradecit, krahinën e Mokrës, janë 2 fshatra vëllëkësh, Lënga dhe Niça, të cilët sjellim këtu këngë të vjetra vllake që janë kënduar nga gjyshrit dhe shëgjyshrit tanë, edhe përfaqësojmë këtu me 4 këngë. Vim për herë të parë në këtë festival, është një kënaqësi për ne që marrim pjesë, e themi të kalojmë shumë mirë bashkë me motrat dhe vëllezërit tanë. Ky event organizohet me nismë të shoqërisë civile, mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Bashkia Gjirokastër. Sot është një ditë feste për ne, kanë ardhur grupe nga gjitha rajonet e jugut, është kthyer në një atmosferë shumë festive. Kanë ardhur nga Fieri, nga Kavaja, nga Korça, nga Pogradeci, nga Lungëria, grupe ansambël, të cilët siç e shikoni e kanë kthyer në një pikë takimi kulturore, duke I dhënë një qendër interesante dhe një pikë takimi për mikpritjen, për bashkimin, për përcjelljen e mesazheve, për këtë harmoni që kemi me të gjitha komunitetet e tjera. Festivali Këngës Vllahe u përshëndet edhe nga artistët e grupit të grave Selo, Dropull dhe ansambli Lungëria. Është kënaqësi e madhe që jemi sot të ftuar në këtë vendiment këtu në Andon Poçi, grupi zonjave të Selos,
ka një histori 34 vjet e ca, ka vajtur në shumë vende, si brenda vendit shumë edhe jashtë vendit, edhe shumë faleminderit për është kënaqësi e madhe që do këndojmë sot këtu. Do themi ato traditat tona në këngët tona, ku pasqyrohet dashuria, mergimi, edhe kënga gjithmonë i bashkon popujt. Kënga është dashuri. Festivalin e përshëndeti edhe kryebashkiaku Flamur Golemi. Shumë faleminderit për ftesën organizatorëve, duke filluar që nga Adashi im, i cili ka qenë ai që ka qenë iniciatori i parë, edhe vitin e kaluar nuk na la pak shiu i ta shionim si duhet. Falenderova zonjat dhe ndonjëra tha pse zonjat, sepse administratore e kësaj njësie është një zonjë e nderuar vllae, është Moza. Shumë faleminderit Moza që të kam pjesë të stafit, por shumë faleminderit më shumë për punën dhe kontributin dhe zërin që ti çon për gjithë këtë komunitet, vlla apo jo. E kam thënë dhe vitin e kaluar dhe kam një kërkesë në fund, nuk do zgjatem shumë në diskutim, që këto festa janë një traditë shumë e bukur. Edhe të shpërndara në gjithë bashkinë Gjirokastër me këtë mozaik, ashtu siç ne jemi në fakt, me komunitetin, me lebrit, me bektashin, me muslimanat, me të krishterët, me lundxhjotët, me të gjithë. Por pjesë e këtij mozaiku që ja shton vlerën Gjirokastrës është patjetër edhe komuniteti vlla. Edhe unë e falenderoj pa mas secilin prej jush.